Parkingu përballë kuvendit të Kosovës ishte njëra ndër pikat ku Blerim Shabani, pronari kompanisë Bleri Parking, ushtronte biznesin e tij, atij të një parkingu privat. Pas disa konteksteve gjyqësore me administratën tatimore të Kosovës, në këtë pikë dhe 24 të tjera, Shabanit ju ndalua ushtrimi i biznesit. Kështu këto prona kaluan në shfrytëzim të operatorëve, që Shabani konsideron se nuk ishin kompetent. Unë e kom fitua kontestin gjyqësor dhe e kom drejtu komunës Prishtinës peri vitit 2022 me kërkesa inspeksionit tona për qëto që unë e më kom i licencum këtë pika që kom e përuën këtë biznes, që këtë biznise, 25 biznise që kanë e përuën mas meje, nuk kam pas pëlqim për komune, unë kom la për komunën e Prishtinës vjetore 10.500 euro dhe këta e përuën unë emën qëty në biznese për shembull që nuk ka dhënë kurrë për komunën. Shabani thot se gjatë viteve që ishte pjesë e kontekstit gjyqësor, nuk ka mundur të deklarohet, por ai ka qenë në mbikëqyrje të pikave të tij. E tani, ai ka vetëm një kërkesë për komunën. Unë kom dashur më kon mbikëqyrje, veshgim, çish po aprovohen senet, edhe kur e kom po kërkesën e tyre se çesin po bdike, aplikoni për licencim të bizneset që janë të punu tash. Edhe unë e kom dërmorë që me kërkesa çdo herë në inspekcion që lypi takim për mos sharu që çështjet që janë këtu pruna private, këtu janë përkohësisht që kanë mund ndërtue, edhe më kom pse unë e kom pague për komunën e Prishtinës që kom kryetari Shpend Ahmeti, edhe tash këta kur erdhen si kryetar që çështja për shembull nuk i ka drejtuar dikush. Ai thot se për këtë ka kërkuar që të takohet disa herë me drejtorin e inspeksionit në komunë, që kur e drejtonte tani nënkryetari Florian Dushi, por as Dushi e as tani drejtori Bekim Brestovci nuk e kanë pranuar në takim. E kam çu kërkesën për më drejtue, drejtorit që më kallëzu që kanë apëru këtë biznese dhe te ja u kem bë do vendime tashmë jam mshel, edhe më tregu që jem konën e farparimit ku më zhvillue licencimin edhe qysh jem zhvillu me këtë punën që kom pas këtë pika, edhe kom dasht me ditë që pe merë që të vendim për mi mshel, po pse e kam bo që më thonë këto, për bolë ku vendi ka thonë kjo publika mshelu rrëtekue, edhe ato të kanë e përue për çfarë shkaku të one si biznis ka mujtë më ndodhë kja. Kam informacione se kam morë vendime edhe kanë më mshel. Televizioni është përpjekur që të marrë një qëndrim nga drejtori inspeksionit në komunën e Prishtinës, Bekim Brestovci, por ai nuk është përgjigjur.